familja në Kosovë ka evolu. Tash nëse dikujna nuk i ke dhënë për shembull familjet nuk i kanë jep prunë vajzës kur u martu për shkak se e kanë llogaritur se pja jep prunën dhonrrit. Për shkak se ja kanë jep edhe vajzën, çush më jep dhonrrit prunën. Edhe pse kjo nuk ka ekzistuar, se ligjërisht pruna që i jepet nga familja vajzës i takon veç vajzës dhe është pasuri e veçantë e vajzës dhe nuk ndahet edhe nëse ndahen çifti apo ti bashkë i takon vetëm vajzës, sepse është trashëgimi, është dhuratë nga prindrit. Por a ka për shembull problemet më herët kanë qenë për shembull nuk ja kanë jep prunën, por gjithmonë ja kanë lënë një derë hapur, mundesh mu kthy te shtëpia e babës, mundet e kanë konsideruar edhe si mbrojtje. Tash ka evolu familja, tash ja jep prunën, por nuk është që i qëndron gjithmonë afër. Tash pasurinë mund t'ja jep, po jo dhe mbrojtjen. Ka dallon tash, edhe pse unë them që secila vajzë për shembull, secila vajzë mund të merr pjesën e sajna që i takon trashëgimisë, momentin që të vdes, po derisa të vdes prindi nuk ka pjesë trashëgimisë atë. A janë veç edhe një pyetje